Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Allahun falenderojmë, selamat dhe selavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. E kemi filluar vllazën një kapitull të rëndësishëm të fikut, ai është Kitabun Nikah, kapitulli i nikahut, për të cilin do të flasim edhe në vijim. Sot do të trajtojmë disa mesele që na kanë mbetur nga ligjrat e kaluar dhe do të përmendim disa pjesë për ato gra apo të femra të cilat na ndalohet martesa me to. Dhe kushtimisht kuptojmë pastaj edhe kush përkënd është mahrem dhe kush nuk është përkënd mahrem. Kemi folë në lidhje me kuptimin e nikahit, se çka është përkufizimi i tij. Pastaj kena folë në lidhje me dobitë e martesës dhe çka është për subjekt i lidhjes së koronarizimit, se në lidhje kur martohet dikush me dikëm, po ashtu kemi folë në lidhje se cila dispozitë është në parim, a është obligim apo është sunet martesa. Gjithashtu kemi treguar ato cilësi apo ato virtyte që duhet të shikojë besimtari tek bashkëshortja e tij ose të synoj në martesën e tij. Gjithashtu kemi folur në lidhje se cila është më e preferuar, beqaria apo martesa, dhe kemi treguar mendimin e saktë të xhumhurit. Po ashtu kemi treguar në lidhje se cilat janë ato 5 dispozitat që zbatohen në lidhje me nikahun. Pastaj kemi treguar dispozitat në lidhje me shikimin, se çka është avret edhe çka i lejohet ai djali që e lyp dorën e një vajzës, çfarë i lejohet të shikojë, dhe po ashtu kemi treguar në lidhje me avretin mes grave, se cila është mendimi më i saktë, dhe kemi thënë që mendimi më i saktë është ajo çfarë i shihet zakonisht para mahremit gruas, po ashtu i njëjti avret vlen edhe mes femrave. Pra, mesin e mahremit, vajza ndaj babës, ndaj vllaut, pjesë e avretit që lejohet mi zbulu, fytyra, flokët, shplakat e durve, pjesë e fundit të këmbëve, dhe jo ashtu qysh është një mendim që është i shfuqizuar, është i dobët, që është mes femrave, domethënë si pjesë e avretit mes kërthizës dhe gjunve. Dhe nuk paramendohet që ky mendim domethënë të jetë i saktë përderisa është pjesë ku ka pjesë, domethënë pjesa e gjoksit që është pjesë e avretit të rënd, të zbulohet në mesin e femrave, andaj duhet ta kemi të parasysh këtë çështje. Pastaj kemi treguar se çfarë cilat janë ato kushtet e nikahut dhe shtyllat e nikahut. Shtyllat janë dy bashkëshortët dhe formula e propozimit dhe pranimit. Ndërsa kusht për vlefshmërinë e nikahut i kemi përmendur 5 kushte, ato të cilat janë caktimi i bashkëshortëve, pëlqimi i bashkëshortës, dhe kemi treguar në lidhje me diskutimin e dietarëve se a lejohet kujdestari i vajzës me martu vajzën nëse është 9 vjeçe e më poshtë, edhe mbi 9 vjeçe, dhe kur është e virgjër dhe kur është jo e virgjër. Qysh e merr pëlqimin e saj. Mendimi më i saktë edhe për vajzën që është nër 9 vjeçe, ndonse kjo praktikë nuk është në mesin e përhapur në mesin tonë, mirë po ka mundësi me ndodh, atëra lejohet që kujdestari i vajzës, që këtë rast është baba, ta jep vajzën e tij nëse është më e vogël se 9 vjeçe. Ky akt, kjo marrëveshje është legjitime dhe e saktë. Mirë po, mendimi më i saktë është që vajza kur ta arrin moshën e pjekurisë dhe e logjikon dhe e kupton çështjen e martesës, atëherë është e drejtë e saj a me vazhdu martesën apo mos me vazhdu martesën. Pra është fjala te propozimi për martesë, te fejesa. Pastaj masnoj vazhdon ajo koronarizimi dhe akti i nikahut. Pastaj kemi folë ndërsa njëjtë edhe mas moshës 9 vjeçare, njëjtë vlen, domethënë duhet kurzohet pëlqimi i vajzës. Virgjëra zakonisht hesht, pëlqimi i saj shfaqet me heshtje, ndërsa jo e virgjëra, ajo duhet të shqiptoj pëlqimin apo mos pëlqimin e saj. Dhe kjo në bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kusht tjetër kemi përmend që është pi kushteve kryesore është kujdestari, waliu,
i vajzës, domethënë kujdestari i vajzës, që në këtë rast është baba dhe nuk mundet me marr kujdestarinë e vajzës vllau apo axha në prezencën e babës, as gjyshi. Fillimisht është baba. Në mungesë të babës, atëherë është djali ose vllau i vajzës apo edhe gjyshi dhe pastaj në mungesë të tënëve kalon tek axha që është pi nonës e pi babës, pastaj axha që është veç pi babës, e kështu me radhë në kategorizimin e kujdestarëve. Shka kur zotë të kujdestari, më konë mashkull, më konë i mençëm, akil, më konë i shëndosh psikikisht, më konë i rritur, më konë i lirë, edhe më konë t'i njëjtës fe. Domethënë kjo është një prej kushteve kryesore dhe me pas një farë lloj pjekurie edhe një farë lloj fetarie të pranueshme në çështjen e fesë. Pastaj, si kusht tjetër është shahada, më konë 2 dëshmitar në aspektin e kanorizimit, e këta 2 dëshmitar duhet më konë 2 burra të moshës rritur, musliman, më konë të shëndosh, nga se ka ardhur në atë aspekt me fetari të mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi walin wa shahidai adlin. Nuk ka nikah përveç me kujdestar, wali, edhe me 2 dëshmitar adil, domethënë që kanë fetari të shëndosh, fetari të mirë. Dhe një kusht tjetër të cilën e kena përmendur është që mos me pas pengesa në çështjen e martesës. Për atyre pengesave kena përmendur për shembull, mos më konë 2 motra që jipen për një person. Njëra për pengesave që nuk lejohet, për të cilën do të marrim në vijim, që një burr të ketë në kunor 2 motra për shkak të mundësisë të prishjes së lidhjeve farefisnore. Ndërsa ajo aftësia ose aftësia e burrit kushtohet të jetë vetëm i çështjes fesë. Edhe më konë i lirë, nga se vajza e lirë nuk i jepet dikujt që është rob, dhe po ashtu nuk i jepet dikujt që nuk është musliman. Kjo sa i përket domethënë ligjëratës së kaluar në pika të shkurtra, për shkak se kemi të bëjmë me pjesën tjetër që është e lidhur ngushtë me këta. Fillimisht, të propozimi i martesës i kemi 2 lloje të propozimeve. Propozimi kur dikush i propozon një vajzë për martesë, e kemi propozimin direkt, të qartë, domethënë bukfal, edhe propozimin indirekt. Propozimi i drejt për drejt është dikush që e kërkon në mënyrë të drejt për drejt dhe kuptohet që është ka kërkon dorën e një vajze për martesë. Dhe ndërsa ky indirekti është që aludon, ja bën me dije në formë që e nënkupton vajza që është ka e synon dorën e saj. E qysh pse ka rëndësi kjo? Në fillim, 2 propozimet në origjinë, pra në parim, 2 propozimet në lidhje me martesë janë të lejuara, si direkt si indirekt. Pra, mundesh më shku te kujdestari i vajzës, m'ia kërku dorën, po ashtu mund t'ja bësh me dije drejt për drejt vajzës, po edhe mundesh me qiu fjalë një farforme vajzat sikurse ti unë dëshiroja të ti kisha për grua, një farforme tërthorazi apo varsisht qysh zakoni e don, domethënë m'ia bë me dije që ti je ka e synon dorën e saj. Fillimisht, domethënë parim këto janë të lejuara. Përveç kur gruaja gjendet në periudhën e pritjes. Kur gjendet në periudhën e pritjes apo el-idde që ndryshe quhet, ideti i gruas është kur i vdes burri, e ka periudhën e pritjes, propozimi drejt për drejt në çet periudhë është i ndaluar, mirë po lejohet propozimi i tërthort. Pra, m'ia bosi me dije, më nën kuptu. Pjesa tjetër është kur gruaja është në periudhë të pritjes pas divorcit të tretë, që është një burr kur e divorcon gruan 3 herë, ky divorc quhet divorc i pakthyeshëm, talak ba'in, është nuk kthehet më ajo gruë te ai burr, përveç se nëse martohet me një burr tjetër dhe ka marrëdhënie intime me të, pastaj ai e lëshon, e kryet periudha, pastaj mundet mi kërku nga burri i parë çat gruë. Në çet periudhë të pritjes mas divorcit të pakthyeshëm, një burr tjetër nuk lejohet m'ia bë propozimin drejt për drejt, po mundet m'ia bë një farë propozimi të tërthorazi, pra që nën kuptohet. Po ashtu, nëse 2 bashkërt janë ndalu për shkak që kanë qellu motër vëlla nga gjini, ose një ndalesë nga gjithënia.
Pra dini parasysh, domethënë martesat të cilat do t'i marrim në vijim, shkandalohen janë nga gjaku, po ashtu gjithënia është me ndikim në ndalimin e martesës për atë grua. Pra nëse një person është martu me një burr me një gru dhe pas martesës së tyre e kanë kuptuar që nuk lejohet martesa në mesin e tyre, atëherë ndamja atyre dhe përderisa gruaja është në periudhë të pritjes, një burr tjetër nuk lejohet me shku mi bë propozim të drejtë për drejtë, po i lejohet me bë propozim të tërthorazi. E kjo periudhë e pritjes, pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme që të dihet a është shtatzan apo jo. Të kalojnë ciklet e pastrimit menstrual derisa të pastrohet dhe kuptohet që nuk është shtatzan dhe po ashtu t'i pastrohet mitra e saj nga lëngu i burrit të parë që të jetë e gatshme për burrin e dytë. E kështu me radhë disa prej urtësive të cilat i kanë përmendur dietarët. Po ashtu nuk lejohet propozim i drejtë për drejtë nëse një burr dhe një gru janë nda si rezultat i lianit. Lian është një ndarje të cilën do ta marrim në vijim, kur burri e akuzon gruan e tij për amoralitet, për tradhti. E nëse nuk ka dëshmitar, atëherë është një lloj formule që betohet që gruaja e tij ka bë amoralitet, e nëse nuk është i vërtet në fjalët e tij, atëherë e kërkon mallkimin e Allahut për veten e tij. Po ashtu gruaja e mohon, e thot nëse në fund do ta marrim në vijim, nëse nuk është e vërtet në fjalët e tij, atëherë mallkimi i Allahut qoftë bjen mbi të. Ky lloj i lianit, ky lloj divorci që shkaktohet nga liani, shkaktohet divorc i përjetshëm. Mo këta burrë e gru kur mo nuk mujnë më kthy. Edhe nëse pendohen e thojnë na gu të kështu me radhë, mo nuk ka kthim. Në çet periudhën e pritjes së kësaj gruaje, një burr tjetër nuk lejohet me shku mi propozu drejt për drejt, po mund të bëj propozim tërthorazi. Allah i lartësuar në lidhje me këto propozime thot: "Wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitabatin nisa." Nuk keni gjuna nëse ju i propozoni këtyre grave për martesë, u jep një shaj që jeni ka i kërkoni, po jo propozim të drejt për drejt. Ndërsa pjesa e tjetër është e divorcuara që është e kthyeshme. A lejohet dikush një burrë ka shu gruan e tij, mirë po e ka në periudhë të pritjes, edhe mund ta kthejë sa herë don. Kjo është pas divorcit të parë dhe divorcit të dytë. Burri mund ta kthejë gruan e tij në mes të dy divorceve. Dhe është në periudhë të pritjes, kjo realisht është gruaja e tij. Realisht është gruaja e madje obligohet të jetojë bashkë me burrin. Një burri të tretë, një burri të dytë i ndalohet edhe me i propozu drejt për drejt, edhe indirekt kësaj gruaje. Edhe pse nëse ka dëgjuar që e ka rshu burri përderisa në periudhë të pritjes, nga se kjo realisht shariatikisht, domethënë de facto është e rshune, po de jure, domethënë legitimisht është gruaja. Hala nuk e ka kalu atë periudhën e idetit. Allah i lartësuar thotë: "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna." Burrat e tyre, Allah i lartësuar i ka quajtur burrat e tyre kanë më të drejtë më shumë mi kthy nëse ata dëshirojnë ato gra që i kanë shu e jenë në periudhë të idetit. Kjo domethënë sa i përket propozimit të martesës. Gjithashtu e kemi një çështje më rëndësi tjetër, është se kur i lejohet burrit të rimartohet me gruan e tij. Pra, nëse është në periudhën e idetit dhe është mas divorcit të parë dhe të dytë, e ka shu një herë, është periudhë e idetit, mundet mi kthy kur të don. Po mas divorcit të dytë, e ka në periudhë të idetit, mundet mi kthy. Nëse kalon ideti, atëherë duhet me pas akt të ri. Akt të ri. Nëse ka kalu ideti, mas divorcit parë të dytë, pra hala mundet mu martu me ta. Atëherë duhet kërnërizim të dytë, me meher, me dëshmitar, me kujdestar kështu, e marton edhe një herë. Po ashtu nëse ka ndodhur divorcimi si pasojë e kërkesës së bashkëshortes. Ndryshe njihet el khul. El khul është kur gruaja kërkon nga burri që ta rrshoj në këmbim të një pasunie ose në këmbim me hek dora apo i mehrit, mja kthy mehrin burrit, një lloj pasunies, kjo ndryshe quhet el khul. Do ta marrim në ligjëratat e vijuse. Apo ka ndodhur një shfuqizim i kunorës së martesës nga gjykata. Ndryshe quhet el fesх, kur gjykatësi gjykon në mos saksin
e kunorës kanë mungu për shembull dëshmitarët ose diçka, atëherë nëse ka ndodhur që ky shfuqizim i martesës, i lejohet burrit më shku mi propozu edhe një herë kësaj gruaje. Kur nuk i lejohet burri mirë i martu gruan e vet, vetëm nëse ka ndodhur liani ose ka ndodhur talaq el bain. Pra ka ndodhur divorcim i pakthyeshëm. Përveç nëse martohet me dikën tjetër dhe ka marrëdhënie intime me të, dhe kjo është kusht shumë i rëndësishëm, flenë me të, dhe ai pastaj lëshon. Nga vetë dëshira e tij, atëherë ka mundësi kë me shku masit kalimit të periudhës së idetit, ka mundësi me shku mi kërku dorën e saj. Kjo sa i përket kësaj mesele. Pastaj kemi një mesele tjetër. Këto dispozita vlejnë edhe njëjtë edhe për femrat. Në libër i gjeni, domethënë këto dispozitat e meshkujve, të propozimet, po edhe femna njëta raste, nuk i lejohet mi abo me dije çati burri që po e pranoj, as drejt për drejt, po as indirekt nëse është në çato gjendje të cilat i përmendëm më herët. Në lidhje gjithashtu e kemi përmendur duke të ligjëratën e kaluar, është në lidhje me ndërhy në propozimin e vllaut përderisa ka kërkon dorën e një vajze. Pra me ndërhy në fejesën e vllaut derisa ai është ka kërkon dorën e një vajze. Ka s'ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhari's, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Nuk e kërkon besimtari dorën e një vajze që e ka kërkuar vllau i tij derisa ai ta martoj apo të hek dorë. Pra këtu e kuptojmë që ti ke mundësi më shku mi lyp dorën e një vajze vetëm nëse e ka refuzuar ajo vajza atë djalë, apo ky është tërheq, apo të ka jap leje me shku mi tërheq, e ki pyet edhe ka hesht. Edhe heshtja ati mundet më kon një farlloj pelqimi që vazhdo ti se une jam tërheq nga kërkimi i dorës. Preferohet që akti i martesës të bëhet në ditën e xumë, pas ikindis, të lexohet khutbetul haja, ajo pjesa që lexohet në hadithin e Ibn Mesudit, inel hamdulillah, me to atë rijetet të cilët i lexojmë zakonisht në hutbën e xumas. Pse në ditën e xumë? Për shkak se mas ikindis mund të qelloj ajo koha ku pranohet lutja, edhe me vo dua për këtë bashorte, edhe për këtë çift për bekim e bereqet në mesin e tyre. Kjo sa i përket në lidhje me martesën. Pastaj kemi një çështje më rëndësishme, është se cilat janë ato femra të cilat janë të ndaluara në martesë. Pra na kuptuam që Islami nxit në martesë, nxit në shtim të fëmijëve, të pasardhësve, i përmendëm ato cilësitë të femrës të cilët duhet të synoj një besimtar, dhe i treguam cilat janë ato kushtet që të cilat duhet të plotësohen dhe cilat janë ato shtyllat e nikahit, dhe po ashtu që kur mund t'i propozoj, kur nuk mund t'i propozoj direkt apo jo direkt. Tash e kemi një kapitull shumë me rëndësi, është cilat janë ato femra të ndaluara në martesë, që i ndalohen besimtarit të kërkoj dorën e tyre. Dhe besimtari fillimisht duhet para se të kërkoj të martohet, të ketë kujdes, domethënë që mos të bjen në ndonjë ndalesë që pastaj më kon nikah i dyshim që kërkohet shfuqizimi i tij. Fillimisht Allahu i lartësuar na ka thënë që të gjitha femrat janë të lejuara, përveç hurrimet aleikum ummahatukum. Dietarët i kanë nda ato ndalesa të grave që na ndalohen martesa atyre në dy klasa. Klasa e parë, ose kategoria e parë, janë ato që të ndalohen përjetësisht, dhe pjesa e dytë që të ndalohen përkohësisht. Përjetësisht, kategoria e parë janë ato që të ndalohen për shkak të lidhjes familjare. Lidhja familjare është nona, gjyshja, stërgjyshja e sipër. Allahu i lartësuar thotë: "Hurrimet aleikum ummahatukum", ju ndalohet martesa me nënët e juaja. Nënët e juaja pastaj përfshin edhe ato që janë sipër nënës, gjyshja, stërgjyshja kështu me radhë. Pastaj wa banatukum, vajzat e juaja. Vajza e djalit, vajza e vajzës, pra mbesa e kështu me radhë të poshtë. Çka ka të bëjë, domethënë llogaritën e trungin familjar, ti je në mes, sipër e ki prindrit, poshtë i ki fëmijët. Djathtas e majtas i ki vëllezërit, motrat, hallat edhe aqt. Domethënë çështu është ai kategoria trashëgimia është si lloj pemë. Sipër i ki prindrit, gjysh e stërgjysh e sipër, poshtë i ki fëmijët, nipat e mbesat. Djathtas e majtas, ndryshe quhen hawashi, janë sikur degët e pemës, jo nga pjesa e trungut, po i ki vëllezërit, motrat, aqt e hallat e kështu me radhë. Pastaj çfarë ndalohet janë motrat, akhawatukum. Motrat, to
qofshin prej babës e prej nonës, qofshin veç prej babës, qofshin veç prej nonës, domethënë çka ka të bëj prej gjakut, prej dy prindërve, apo mund të jetë motër vëlla me njërin prindër. Po ashtu hin wa banatul ukhti wa banatul akh, vajzat e vllaut dhe vajzat e motrës. Këtu hin edhe të poshtë, domethënë edhe vajzat e djalit të motrës, edhe vajzat e çikës së motrës, edhe vajzat e djalit të vllaut, e çikës së vllaut e kështu me radhë. Pastaj wa ammatukum wa khalatukum. Po ashtu janë ndaluar hallet dhe tezët. Kjo kategoria e parë, nga lidhja familjare. Ndërsa të ndaluarat si shkak i gjithënjes janë ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'a. Edhe ato nënat apo gratë që ju kanë dhënë gjë dhe motrat që kanë thirrë domethënë për të njëjtës gjë. Domethënë ato që i keni motra prej gjinit janë të ndaluara kërkimi i dorës së tyre. Po ashtu edhe fëmijët e atyre motrave prej gjinit janë të ndaluara. Ndërsa jo prindrit e tyre. Jo prindrit e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë propozuar për vajzën e Hamzës. Kush ka qenë Hamza? Hamza, agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndryshe ka qenë edhe vllau prej gjinit. Thot la tahillu li, nuk më lejohet mua. Yahrum min ar-rada'a ma yahrum min an-nasab. Ndalohet nga gjithënia ajo çfarë ndalohet nga familja, nga gjaku. Hiya bintu akhi min ar-rada'a, ajo është vajza e vllaut tim nga gjini. Vajza e vllaut tim nga gjini. Pra domethënë kategoria e dytë është ajo çfarë të ndalohet për shkak të gjithënies, për shkak të gjithënies. I kemi edhe disa dispozite në lidhje me gjithënien, dhe se ti du ta kuptojmë, mirë po do t'i kthehemi në fund apo në ligjëratën e ardhshme. Kategoria e tretë është bashkëshortja si ndamje që ka ardhur si pasojë e lianit. Lianit, thash, ajo betimi që e bojnë burri me gruan, që kërkojnë mallkimin, la'an është prej mallkimit, domethënë ajo ndarja ndodh e përjetshme dhe nuk kthehet më. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hisabukuma ala Allah. Llogaria juaj, çështja juaj është tek Allahu. Ahadukuma kadhib la sabila laka alayha. Njëri për jush është ka gënjen. Kur kanë ardhur ato dy sahabi dhe ai sahabiu është anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për bashkëshorten e tij, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndarë për jetë. Kategoria e katërt e ndaluarave është ato gratë që të ndalohen për shkak të miqësisë ose krushtësisë, kur i kibo krushtje. Qysh ose kush është për qëllim, është ish bashkëshortja e babës. Ish bashkëshortja e babës. Pra s'është nona jote, po një grua tjetër, e gjyshit, apo sipër. Thot Allahu, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Mos i marrni për gra, ato gra të cilat i kanë martu baballarët e juaj. Pra nëse baba jot ka qenë i martuar me një grua dhe ka rshu, besimtarit i bëhet ajo grua e ndaluar përjetësisht, nuk i lejohet më shkumi kërku dorën e asaj gruaje. Po ashtu, ish bashkëshortja e djalit e të poshtë. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Ju ndalohet martesa me gratë e bijve të juaj. Domethënë jo gruan që e ka, por që e lëshon, domethënë e lëshon edhe pas divorcimit të asaj gruaje, edhe nëse i ka kaluar ideti kështu, ajo grua në farformë ti e mahrem i saj. Nuk lejohet me kërku dorën e saj. Edhe këtu e kupton ato gratë të cilat janë të ndaluar për martesë, automatikisht ti e mahremi tyne. Je mahremi tyne. Po ashtu wa ummahatu nisaikum, vjera, pra gruaja, nona e gruas tënde, nëse të vdes gruaja apo divorcohet gruaja jote, nuk lejohet mi martu vjerën, po as gjyshen e gruas, domethënë e sipër. Domethënë ummahatu nisaikum janë të ndaluara, po ashtu rabaib kush janë? Vajza bashkëshortes. Ama këtu është një kusht. Për shembull, ti e martu dhe kjo gruë që ti e martu me të, ka qenë martuar më herët dhe ka pas fëmijë. Dhe vajzën të cilën e ka me atë burrin e parë, kjo vajzë për ty është ndaluar në rast që ti
ke marrëdhënie intime me këtë grua. Domethënë me këtë gruan e re që e ka një vajzë, po jo me ty, po me një burr tjetër, ty të ndalohet martesa e asaj vajze, kërkimi i asaj vajze, ndalohet në momentin që ti ke marrëdhënie intime me të. Ndërsa nëna e kësaj vajze ndalohet vetëm me kunorën. Edhe nëse si e vetmu me ta. Veç ki bo kunorën. Ta ka bo për herë, je martu, me një herë në qast je nda. Qaty për qaty. Nesër me ke shu atë gru, nona asaj është vjera jote, përjetësisht. Ndërsa nëse ajo ka një vajzë, me kusht që ti mu vetmu me pas marrëdhënie intime me të, atëherë ajo vajzë ndalohet. Për ndryshe, nëse ershon, edhe s'ki pas vetmim me to, edhe pse e ki martu, të lejohet martesa ose kërkimi i dorës së saj, dhe kjo me tekst kuranor, Allahu i lartësuar thotë: "Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna." Dhe vajzat e atyre grave që jenë në shtëpitë juaja, me të cilat dakhaltum bihinna është për qëllim keni hyrë tek ato, keni pas marrëdhënie intime me to. Momentin që ki pas intime me to, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Nëse nuk keni pas marrëdhënie intime me to, atëherë nuk ka problem ti kërkoni dorën e atyre vajzave, të atyre grave potencialisht që i keni kërku apo jeni nda me to. Kjo sa i përket domethënë kategorisë së katërt. Kategoria tjetër është që ka ndalohet në përjetësi martesa, është për shkak të statusit të tyre, shenjtërisë të tyre, janë në kohën tonë nuk është mundësia, po është për qëllim bashkëshortet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë nënat e besimtarëve, këto janë kontë ndaluara për besimtarët kërkimi i dorës së tyre. Pastaj e kemi çështjen diskutabile, po kthehena tek çështja e gjithënies. A llogaritet njëjtë edhe lidhja e krushëqisë, domethënë që kjo e miqësisë me një fëmijë që ti e ki lidhje me të nga gjithënia. Mi marr një shembull. Ta zemi gruaja ime i ka dhënë gji një vajze apo një djali dhe ai është bë fëmijë i gruas time nga gjini. Ai fëmijë, nëse ka qenë vajzë, që tash është vajza nga gjini, është martu. Tash burri i kësaj vajze nga gjini, a llogaritet mahrem këtë rast për shembull për gruan time apo jo? Ka diskutim në mesin e dietarëve, xhumhuri thonë që po. Shekulli Islam Ibn Taymija thotë nuk ka argument për këtë gjë të tillë dhe nuk e ka marrë atë qëndrimin e xhumhurit të katër mëdhëbeve. Allahu e din më së miri, mbase shumica e mëdhëbeve e kanë më të saktë. Pra ta kemi parasysh se vetëm me shembull mundi mi majtën mend. Ka ndikim lidhja e miqësisë me krushqi, domethënë me martesa, lidhja me martesa, njëjtë sikurse tek ata që i kin nga gjaku, lidhja familjare, njëjtë sikurse vlen edhe nga lidhja që e kin nga gjithënia, një vëlla ose një fëmijë nga qumshti, apo një vëlla ose një motër nga gjini, pra, apo jo. Kjo diskutimi, xhumhuri e kanë mendimin që po njëjtë është sikurse meqasia që vlen el musahara, njëjtë vlen sikurse për tek lidhja familjare, njëjtë edhe tek te gjini dhe mbase kjo është më e saktë. Pastaj kemi edhe një çështje tjetër, para se ta përmbyllim, janë ato gra të cilat ndalohen jo përjetësisht, po në mënyrë të përkohshme, me një kohë të caktuar. Kategoria e parë janë ato martesa që ndalohen pasi që janë bo njëkohësisht. Martesë që është bo në njëjtën kohë është martesa e dy motrave për një herë. Dy motrave për një herë. Nëse bohen me të njëjtin akt, ky akt nuk vlen dhe është i pavlefshëm. Ndërsa nëse martohet njëra motër, pastaj kërkohet dora e motrës tjetër, martesa e parës është në rregull, ndërsa martesa me të dytën është e pavlefshme. Po ashtu nuk lejohet të martohen, të bashkohen në njëjtën martesë. Kam fjalën dikush që ka më shumë se sa një grua, vajzen me hallën e saj ose vajzen me tezën e saj. Pra nuk është ndaluar vetëm dy motrat me kon njëjtën martesë, po edhe vajza me hallën ose vajza me tezën. Po ashtu është ndaluar të martohen më shumë se 4 gra. Allahu i lartësuar thotë fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Martoni me aq sa gra që ju pëlqejnë me 2, 3 apo 4. Kjo është domethënë ai kufiri i maksimum
i të martuarave, do të thonë që kërkohet për martesë. Po ashtu kategori tjetër e dytë është ato shka ka ndodhur, ka ndalohet më martu si një pasojë, domethënë për një shkak të caktuar derisa të kryhet çaj shkak. E ki të ndaluar të kërkosh për martesë për shembull atë grua derisa është në periudhë të pritjes. Në periudhë të pritjes ose për shembull ai që e ka lshu edhe është e martuar një herë derisa ta shoj ai, momentin që ai e shon, domethënë kjo është mas divorcit të pakthyeshëm, talaq bain, nëse e ka lshu edhe burri i dytë, atëherë ty të lejohet mi kërku. Nuk lejohet mi kërku dorën që e një vajze ose të ndalohet martesa me amoralen, dikush që është zinaçare, përderisa ajo të pendohet dhe mos siguru që nuk ka mbetë shtatzan. Gjithashtu nuk lejohet martesa e një gruaje që është në status të ihramit. E kena marrë për ndalesave të ihramit është vënia e kunorës. Këtu të vënia e kunorës mos ta mendoj dikush që dikush po kryen nashta kunor derisa është nashta në Mekë në periudhë të ibadetit e kështu me radhë. E kemi përmendur se kjo ndodh më së shumti kur dikush nuk lirohet si duhet nga ihrami. Se ka kryer tavafin e ifadës, tavafin kryesor të haxhit, ose se ka kryer tavafin e umrës dhe ka bëu nikah, atëherë dietarët këtë lloj të nikahit kërkojnë që të ripërtrihet. Nuk kanë gjëna nëse e kanë bën nga mosdia, është nikah i dyshimt. Fi shubhe, ka një farë dyshimi, atëherë kërkohet që të ripërtrihet. Pra kërkohet që besimtarja ose besimtari të lirohet nga ihrami, një për bashortët, po një edhe për kujdestarin e vajzës, e pastaj të lidhet kunora. Gjithashtu, nuk i lejohet besimtarit të merr dorën ose të kërkoj grua që është jo besimtare idhujtare, për dallim pej ehlu kitabit i lejohet, mirë po gratë nga ehlu kitabi, krishterë dhe hebreje, duhet të jenë sikur të kanë, domethënë duhet të jenë të ndershme, e jo të jenë, domethënë të lavire, po ashtu vajzës nuk i lejohet në asnjë formë të martohet me jo besimtarët, qofshin ata hebrej apo të krishterë. Pra, vajzës nuk i lejohet të martohet me jo besimtarët, nga sa Allah i thot: "Wala tankihul mushrikati hatta yu'min." I thot besimtarë mos i martoni paganet derisa të besojnë, wala tankihul mushrikati. Dhe mos as ju mos i martoni muslimanet me pagan, me idhujtar, po as ju mos i martoni për veten e juaj idhujtarët. Këto janë ato çfarë i ndalohen më së shumti pra besimtarëve në lidhje në martesën e tyre, për të cilët duhet të kenë kujdes. Në ligjëratën e ardhshme do të flasim për kushtet që mund t'i vendosin bashkëshortet në lidhje në kunore, cilin ato kushte të vlefshme të pavlefshme, dhe kur është legjitime dhe jo legjitime atër akti i martesës, marrëveshja martesës kunora, dhe gjithashtu do të flasim për temetat në martesë dhe pastaj do të flasim edhe për mehrin edhe kështu me radhë, përmbyllim çështjen e kapitullit të martesës, pastaj kalojmë tek talaki dhe kur ndodh dhe kur nuk ndodh, dhe cili është ai talaki sipas sunetit dhe cili është ai talaki sipas bidatit, dhe a llogaritet apo nuk llogaritet, të cilat do t'i marrim në ligjëratat në vijim. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.